jena një me Shqipni, diaspor mos rafazni, o kem pusht e qifteni, o para nish kur sa kani, jena një me Shqipni, diaspor mos rafazni, o kem pusht. Tetova vazhdon të jetoj atmosferën festive të verës, me një tjetër mbrëmje spektakulare të manifestimit Tetovan Fest. Nata e 18 solli një koncert madhështor, me emra të njohur të skenës muzikore shqiptare, duke kthyer bulevardin e ri në një pikë takimi për mira të ri. Ajo popo yoga për mi tavolina, na te ka qu koka, se ulas rakia, i ka e kejtesha, plot paret mia. Publiku tetovar dhe mysafirët patën mundësinë të shijojnë performancat e Jehona Shaqirit, reperëve të njohur nga Kosova, Bleki dhe Dyton, si dhe artistëve të tjerë të dashur për publikun, përfshirë Emra Bra, Nora Istrefi dhe Mike. Që mund është po sofer, a i bot këqyr, a i bot shre, vetëm pyta mund t'a kem, pi bot qenën sytë ti shkëllqen, ajo e vren dhe m'shikon mua, e unë i them, lumëturia jam nuk ndorë tem, varet i qfar vendimi merë, ndorë tonë e ana, ajo është e buk. Me këngë të njohura, ritme energjike dhe atmosferë festive, të rinjët kënduan e kërcyen së bashku me artistët, duke krijuar momente të paharrueshme në një nga netët më të mëdha muzikore të këtij edicioni. E tash sa vjet se she prej kazin dhe reqakun, tash sa vjet se she drehnicën, tash sa vjet. Bulevardi i ri u mbush plot me adhurues të muzikës, ndërsa Tetova edhe një herë dëshmoi se është një qytet ku kultura, argëtimi dhe muzika bashkohen gjatë verës. Organizatorët kanë paralajmëruar se festa vazhdon edhe në ditët në vijim me program të pasur artistik dhe aktivitete të shumta për të gjitha moshat. Sonte në skenën e Tetovan Fest pritet të ngjiten Venera Lumani dhe Lindi Islami, Korap Shaqiri, DJ Shok, Edona Reshitaj dhe DJ Nik, duke premtuar edhe një mbrëmje tjetër të mbushur me muzikë dhe atmosferë festive.